Miqtë Prizmës. Janë dy tema interesante për të trajtuar, jo në përmbajtjen kryesisht politike të tyre, se sa në atë filozofike ose folk politike në të vërtetë. Se po të ishin kaq shumë politike nuk duhet të ekzistonin teorikisht në demokraci dhe në pluralizëm, jo më në një demokraci 35 vjeçare që kemi ne. E para është fillimi i përjashtimit njerëzve që i kandidojnë përballë Berishës. Po, kjo bëhet edhe nga që një pjesë e enturazhit majmunatit i cili e ka pranuar Sali Berishën thonë, unë kam gjetur një material të Ali Mehmetit, thotë as kërkush nuk mund të kandidojë atë përpara, s'mund ta sfidoj doktor Sali Berishën. Dhe jep arsyet pse është ky. Në të vërtetë është mendimi obskur, është mendimi i fisit, klanit, as doktor Ali Mehmeti, i cili mbahet si moderni, përfaqësuesi i një brezi të ri, nuk ndahet nga tarikati, nga klani, nga plaku që në mënyrë të padiskutueshme a priori është edhe më i mençur, është njeriu që bën projektet, që i ndjek ato, po që bën edhe gjyqtarin dhe prokurorin brenda partisë. Njeriu që sigurisht delegon fuqi, po ta merr fuqinë, sa herë dojë ai që urdhon, që udhëheq. Dhe keni parasysh se kush është Sali Berisha, 83 vjeç. Është antari i Partisë Punës Shqipërisë në 1968. Dhe normalisht, me mendime të tilla, të këtij lloji majmunati, i cili e bën Sali Berishën gati barabart me Zotin, ndërkohë thotë edhe një të vërtetë, nuk e kundërshton kush, sepse sigurisht do ta shpjegoj më vonë pse. Në një parti përjashtimesh, në një parti linçimi, normalisht nuk mund të pranohesh, nuk ekziston më jo thjesht liria, por nuk ekziston as debati, nuk ekziston asgjë, ose edhe kur ekziston është fake. Edhe këtë e ka, imagjino, dhe doktor i lirë Ali Mehmeti, brezi i ri, ose ajo tabakja, brezi i ri, se këta tipat e pudhdorëve, ose njerëzit e pa zgjedhshëm asnjëherë, se mos është votuar ndonjëherë Flamur Noka, i cili sigurisht i bën punën Sali Berishës për të shpërndarë njerëzit, për të mbledhur njerëzit, për të bërë linçimet në parti, bashkë me atë Albana Vokshin, dhe këta pastaj sejmenet e tij, duke përfituar deputet Lekun, siç janë për shembull katolikët Agron Gjerp Markaj, dhe që përfaqësojnë grupin, duhet ishin teorikisht edhe Josefina Topalli, nuk e di Gjingjoni, edhe këto të tjerët që duhet përfaqësonin edhe një lloj mendimi demokristian aty. Demokristian. Po pa themi, edhe shumë të tjerë. Tashi, ky është problemi, sepse edhe doktor Ali Mehmeti është me babagjyshin 83 vjeçar, i cili sigurisht i ka quar nga humbje në humbje. Partia Socialiste e ka ndarë për gjysmë periudhën e sundimit të saj, e pushtetit të saj ose edhe opozitës së saj. E ka ndarë me dy njerëz, si është Fatos Nano, që ishte një antar i Partisë Punës Shqipërisë, po nga të gjithë i njohur si një liberal demokrat. Dhe Edi Ramon, i cili në 1990 ishte pjesë e Partisë Demokratike dhe i nxjerr jashtë nga Partia Demokratike, nga Sali Berisha, sepse ishte po themi antikomunisti i bezdisshëm për të, që deklaronte që këta komunistat e mbetur që nuk binen duhet i vesh nga i trekamç, ose Partinë e Punës duhet të nxjerrë jashtë ligjit. Dhe sigurisht nxori Sali Berisha jashtë partisë të tij, që në fillimet Edi Rama. Por Edi Rama nuk ka qenë antar i Partisë Punës Shqipërisë, ka qenë antar i Partisë Demokratike. Edhe pra kemi alternative në një 83 vjeçari, i cili ka pasur pushtet vetëm 13 vjet, dhe Partia Socialiste që ka pas pushtet, vazhdon pushtetin e 22 dhe po del ke 23 dhe ka sigurt edhe 24 përballë Partisë Demokratike. Ka dy fishin e kohës. Dhe doktor Ali Mehmeti thotë nuk e sfidon kush dhe nuk mundet kërkush ta sfidojë. Dhe çfarë bëjnë? Përjashtojnë Salinjanin, bile edhe Kokalarin,
përjashtojnë edhe disa tjerë, përjashtojnë edhe njerëzit që kanë pirë kafe me to, ose kontribuent në Durrës, edhe ka mundësi që të përjashtohen në Shkodër, dhe përjashtohen në Elbasan, mund përjashtohen edhe në Korçë. I nxjerrin me metoda, sepse i largon Flamur Noka, kur i zgjedhur ndonjëherë normalisht në Partinë Demokratike. Është bërë njeriu më i urrejtshëm aty, jo vetëm nga katunalleku i tij, po nga metodat himleriane, ku diun si të them tash, himleriane, po i them në një farë mënyrë për ta nxjerrë pak më në fokus, po nuk ka mënyrë e mu bë Himleri. Gjithsesi është një, si të themi tash, një sekretar partie që nuk e di ku t'ja përmend emrin, nuk kanë qenë më mediokër se sa ai as në kohën e Enver Hoxhës e Ramiz Alis. Nuk mediokritet edhe njëkohësisht edhe person i cili përfaqëson në mendimin më jo elegant, më të shëmtuar, më keq të elaboruar, më grotesk, më brusko që mund të ekzistojnë në parti shqiptare. Nuk ekzistojnë. Mund të thonë Zeqineja këte ose ne, po ky te kalon gjitha, bashkë me shumë të tjerë atje, se ka tjerë. E pastaj e bin qafë kot Zeqineja, çfarë bën Zeqineja, s'bën asgjë, s'përjashton asnjëri, s'bën asgjë. Flamur Noka merret me marrëzira të tilla. Përjashtoi edhe një grua e cila një farë mënyrë tha një drejt, nuk e din kam se ku diu ku ishte në Vorë. Tmerr, është e jashtëzakonshme, mirë, po kjo është partia e këtij plaku 83 vjeçar, që është alternativa doktor asaj doktoreshës Tabakes për vitin 2026. Çfarë të them? Kjo është, nuk është e kot lodhesh me t'i japësh vetes edhe të kërkosh të bësh analiza psikopolitike, psikofilozofike me to. Nuk ka analizë s'ka Freud, Jung që i rregullon këta tipat. Kanë shkuar thona nga jugu për Halet Gomer, është e çuditshme shumë kjo punë. E çuditshme në mënyrë të jashtëzakonshme, por ja që i kanë ca njerëz si këtë doktor Ali Mehmetin që i ndjekin dhe justifikojnë veprimin e një 63 vjeçari i cili gjatë gjithë jetës tij ka bërë bolshevikun, folk bolshevikun edhe komunistin e 1968-s. Tjetra që doja të thoja është, më në fund, Adriatik Klapaj la protestën e tij ke shkallët e kryeministrisë. Ishte një protestë e cila sigurisht u shua nga indiferenca e njerëzve. Nuk e ndoj që as kërkush një njeri i cili imitonte nga mënyra e të shprehurit edhe nga gjeste prej forma, gjeste të egzageruara prej idioti, edhe Berishën edhe Ramën. Në shohun e Ramës që e bante turpshëm, sepse Rama është artist, dhe nga batutat e Berishës, sigurisht Berisha i ka originale, ato 30 batuta ka, po i ka originale të vetat, dhe ky ai imitonte. Një njeri i cili vetëm akuzonte, pa ndërtuar një herë të vetëve narrativ konstruktive të një force politike që përfaqëson e cila duhet bënte ndryshimin në propozim. Edhe pritte që t'i vinin njerëz. Dhe sigurisht tonë kanë sabotuar protestat e PD-s edhe policët e PD-s edhe policët e qeverisë. Ndërkohë që policët e qeverisë mund t'i heqin karriget edhe çadrat, por nuk ja heqin dot njerëzit. Protestat e Partisë Demokratike mund të kenë njerëzit e tyre, por nuk i ndalojnë njerëzit i shkojnë edhe Adriatik Klapaj. Pra u shua nga deliri, nga smundja e jashtëzakonshme e tij për të bërë diçka për të rënë sy. Për të bërë ekzibizionizëm i cili nuk ka në themel propozimin si ndreqet. Dhe njerëzit shohin edhe formën e cila është gabim, dhe përmbajtjen në fjalë të cilat janë gabim, dhe imitimin si për Sali Berishën edhe për Edi Ramën, që sigurisht janë mësuar, ju ka ardhur më të hundës me këtë lloj imitimi. Është e mërzitshme për to, që dali një tjetër dhe të imitoj Sali Berishën dhe Edi Ramën njëkohësisht. Kështu që nuk e ndoqën. U shua. Ishte zhgënjimi i jashtëzakonshëm. U lodh kot duke qëndruar atje, nuk e di, u lodh. Po ashtu e bëri vetë në një farë mënyrë u lodh. Çfarë fitoi, çfarë i tregoi?
Tash mund të çaj popullin e tij sa duash, nuk merr mbrapa, se merren para, nuk më përkrahen, më sabotuar. Por një gjë është e qartë. U fik sepse sigurisht format, përmbajtjet e protestës së tij ishin jo vetëm shterp, edhe imituese shumë të këqija të tjerëve. Mungesa kryesore është mungesa e propozimit, mungesa e një dialogu të jashtëzakonshëm që të mbushë mendjen e njerëzve dhe t'i afrojë ato në protestë. Nuk i kanë ndaluar kërkush njerëzit të afrohen te protesta. Nuk kanë pas frikë, as kryeministrin, as Sali Berisha. Njerëzit kur duan të afrohen, sepse s'kan çfarë t'ju bëjnë, çfarë do t'i bëjnë? Do t'i rrajë njerë, do të mblidhen më tepër. As kërkush nuk i rrajë, shpesh ndodhi që ju morën çadrat edhe po, as kërkush nuk i trembi njerëzit, nuk tremben njerëzit. Thot Adriatik Klapaj që janë trembur njerëzit, por nuk tremben. Thot Sali Berisha që tremben njerëzit, por nuk tremben. Thonë që kanë bërë ushtruar terror, por asnjë terror nuk kanë ushtruar. Terrori dihet se si ushtrohet dhe se si bëhet. Terror ka ushtruar Sali Berisha vetë, ka vrarë edhe njerëz. Adriatik Klapaj është thjesht një mitoman. Nuk mund të fitojnë mitomanët në Shqipëri sepse ka mbaruar koha e besimit te mitomania. Të gjithë ato që kanë mbetur janë ke Sali Berisha. Nuk mund të vinë me zor të shike Adriatik Klapaj. Se është një imitator i keq. I pa zoti për të qenë original. Dakord miqtë mi? Miqtë Prizmus, një bashkim kompanish ndërkombëtare franceze dhe spanjole ka nënshkruar një kontratë me vlerë rreth 8.8 milion euro për të mbikëqyrur rehabilitimin e linjës hekurore Vlorë-Hani Hotit. Konsorciumi Safage Eptiza e përbërë nga Suez Consulting dhe Eptiza Service do të mbulojnë shërbimet e konsulencës mbikëqyrëse për projektin. Projekti financohet dhe mbështetur nga institucione ndërkombëtare dhe zbatohet nga kurulla shqiptare. Operatori shtetëror përgjegjës për rrjetin hekuror në vend. Roli i konsulentit përfshin mbikëqyrjen e plot punimeve civile, si dhe të furnizimit dhe instalimit të sistemeve elektromekanike, duke siguruar përputhshmërinë me standardet ndërkombëtare, respektimin e afateve dhe kontrollin e cilësisë gjatë zbatimit. Kontrata e nënshkruar në shkurt 2026 është publikuar së fundmi në sistemin e prokurimit të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Bergit, parashikon një afat deri në gusht të 2032 në përputhje me natyrën afatgjatë dhe shumë fashëse të projektit. Përzgjedhja është bërë përmes një tendri të hapur me 2 zarfa dhe parakualifikim që synon të balancojë vlerësimin teknik dhe atë financiar. Linja Vlorë e Hani Hotit është pjesë e investimeve më të gjera në sektorin hekuror shqiptar, me një vlerë totale e projektit prej 356 milion eurosh, të shumë bashkëfinancuara nga institucione ndërkombëtare përmes grante dhe uhave. Projekti përfshin rehabilitimin e ndërtimin e rreth 120 kilometrave linjë që synon integrimin e Shqipërisë në rrjetin hekuror evropian, TEN-T dhe korridorin pan-evropian X. Linja ekzistuese e ndërtuar në disa faza në vitet 60 deri në 85 lidh zona urbane përgjatë ultësirës perëndimore dhe kalon deri në kufirin me Malezi në Han të Hotit. Ajo mbulon disa bashki përgjatë interenarit dhe prej vitesh ka operuar me kufizimin, ndërsa u ndërprej pas dëmtimeve që psojnë në vitin 2019. Në fakt Shqipëria është një nga vendet e vetme, ose vendi i vetëm në Evropë që nuk ka hekurull funksionale. Është një trup i jashtëzakonshëm i gjithë qeverive shqiptare, përfshin dhe këtë që është këtu, e cila sigurisht po mundohet që të rehabilitohet dhe të ndërtojë, por imagjinoni tash një hekurull për 120 kilometrash e cila është ndërtuar për 2-3 vjet, po themi 4 vjet, me faza dhe ajo, normalisht. Thonë 1960, po s'është e vërtet, sepse sigurisht nga Vlorë-Laç, si më thonë, ose Tiranë-Laç, u ndërtua më përpara dhe pastaj nga Lezhë-Shkodër është bërë për vite ndryshme dhe bëhesh me punë vullnetare. Tash është traseja, është gjithçka po të ndërtohet pothuaj gjithçka nga fillimi dhe imagjino kjo është vetëm survejimi, është ajo që
shikohet cilësia, të përcaktohen mirë standardet e saj, janë 8.8 milion, nga 300, gati 400 milion që shkon e Kurulla, edhe është menduar që kjo të vazhdoj deri në 2032 për 120 kilometra. E imagjinoni sa deprimente është puna, sa e shëmtuar është, duke qenë se ishin e Kurullat, i shkatruar me vetdashje të gjitha pushtetet që ishin. Shkatruan jo vetëm e Kurullën, por atë konceptin për e Kurullën, dhe tashi duhet në 2032 mbaroj një e Kurullë e cila ishte ekzistuese, me standardet tjera, kuptohet, dhe akoma nuk është futur në punë ajo e Vorë Tiranës, ose e Durrës Vorë Tiranë. Me ato kilometrat e pakta që është, duke di 36-40 kilometra, akoma nuk është futur në punë. Ka 6 vite, 5 vite që ka filluar. Është çështja e Kurullave në Shqipëri është një nga marrësitë e mëdha të famshmit kapitalizëm, nuk e di se çfarë mund të thuash, korruptivo politik tonin në 36 vite të famshmes demokracie. E Kurulla është fatkeqësia më e madhe e transportit në Shqipëri.